Thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të rinjallen njerëzit në ditën e Kiametit të zbathur, të zhveshur dhe të pabërsynet, si ditën kur i ka lind nana. Aisha radiallahu ta'ala anha, nëna e besimtarve, i tha: ja Rasulallah, yanzuru ba'duna ila ba'd, po çdo njeri prej nesh ta sheh tjetrin. Si është e mundur që të ringjallemi lakuriq para Zotit xhallahu ala, po ta shohim njëri tjetrin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: çështja është aq e madhe, o nëna e besimtarve, saqë askujt nuk do t'i intereson për tjetrin. Pra e gjitha ju vëllezërit e mi është se në atë ditë të madhe do të t'i intereson vetëm vetja yte, vetëm nefsi yt. Allahu te bareke ve teala kur e përshkruan gjithashtu atë ngjarje madhore, thot: yawma yafirru al-mar'u min akhi, atë ditë do t'i ikish prej vëllau tant, la ilaha illallah, wa ummihi wa abih, dhe atë ditë do t'ikë njeriu prej nënës dhe prej babas. Wallahi billahi nuk ndodhën dhe një njeri që ka iman dhe besim, në çfarë do problem për problematikë dhe sprova të jetës të ikën prej nanës dhe prej babas, ajo ditë është aq e madhe dhe aq e tmerrshme dhe frikshme sa që do të ikin prej nanës dhe babas. Vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot: wa sahibatihi wa banihi, do të ikën njeriu edhe prej gruas edhe prej fëmijëve të tij. Dhe më pastaj thot Allahu xhallahu ala: li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, në atë ditë çdo njeriu do t'i mjafton vetëm vetja e tij. Andaj ej robër të Allahut, shpëtoni veten, përmirësoni veten, njiheni veten e juaj, njihni sëmundjet që janë brenda gjoksit tonë, ju vëllezërit e mi.